Doktoresh, tek trajtimi i hipertensionit, do më thënë nëse një person ty të ka ardhur në gjendje më të rënduar të hipertensionit, cili ka qenë trajtimi i duhur nëse nuk ju ka ulur hipertensioni? Faktikisht pacientët që zakonisht janë kronik, flasim këtë rast për pacientët që kanë një kohë gjatë që përballet me hipertension, mund të përjetojnë ndonjë krizë hipertenzive. Kriza hipertenzive është kur ai vetë ka tentuar në shtëpi për me ul tensionin, edhe ne kemi filluar me medikamente qoftë intramuskulare apo dhe venoze dhe e shoh që ka problem domethënë në qetësimin apo në uljen e hipertensionit. Ekzistojnë banat, pacientëve të mi zakonisht spaku e marrë një anamnezë, në qoftë se ka ndiku ushqimi, gjendja psikologjike, sepse lu një rol shumë të madhe dhe gjendja psikologjike, tek pacientët që din me qenë pak më nevrik apo e kanë përjetuar edhe një gjendje stresogjene, din me ardha e rritja noradrenalinës dhe fillojnë domethënë të kenë atë gjendjen hipertenzive, vrehen domethënë nga natyra që janë pak më të shqetësuar, por nikosisht mundet me qenë edhe spontane. Domethënë thotë nuk kam bo kur gjë mirë, por që sa jam duke vujt hipertensionin dhe po i kam këto lloj krizash që ndonjëherë po kam vështirësi për mul. Në shumicën e rasteve i trajtojmë ne në ambulant me sukses, monitorohen. Krahas uljes së hipertensionit ne mundohemi që ta bëjmë edhe një analizë krahas anamnezës, për shembull e bëjmë edhe një EKG për me pa edhe mënyrën e punës së zemrës, nëse i kemi ndonjë faktor të mshefur që mundet me na shkaktu këtë hipertension, dhe shumica prej tyre me sukses arrin uljen, qetësimin e tensionit, pastaj i lirojnë që të shkojnë në shtëpi dhe të vazhdojnë terapinë bashkë me këshillat prevenuese.